Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, sot ka realizuar një vizitë në disa kompani në Shkup, ku bëri të ditur se do të sheh investimet të cilat i kanë bërë kompanitë dhe përkrahjen të cilën e kanë marrë nga ligji për përkrahje financiare të investitorëve. Durmishi po ashtu u bëri apel të gjithë kompanive të cilët merren me prodhimtari që të aplikojnë tek Ministria e Ekonomisë dhe Punës, sepse afati i fundit është deri më 15 qershor, me çka, siç tha Durmishi, që të munden të marrin përkrahje financiare. Çka ofron konkretisht ky ligj apo kjo mbështetje ka të bëjë me të gjithë kompanitë prodhuese të cilët mundet që të rrisin kapacitetin prodhues, të cilët mund të aplikojnë për rritjen e numrit të punëtorëve, për hulumtim dhe zhvillim, për teknologji të reja e kështu me radhë. Durmishi gjithashtu theksoi se rregulli apo kushti kryesor është që të gjitha kompanitë në vend të kenë minimumin 100.000 euro investim të lartë, ku sipas tij të jenë më konkurrues në tregun e punës vendor, në tregun e brendshëm, po ashtu edhe në tregun e jashtëm.